UÇK, 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 UÇK. Thaçi, thaçi, thaçi. Faleminderit shumë. Të nderura dhe shumë të respektuara familje dëshmorëve, invalid e veteran të luftës në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuara familjet e martirëve, i nderuri kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës. Qytetar të Drenicës, mirë se keni ardhur, mërgjimtar, mirë se keni ardhur në Drenicë, mirë se keni ardhur në Kosovë. Se një muj ditë, shpi më shpi, o dëmut, jemi taku bashkë, kemi komuniku bashkë. Du që t'ju falenderoj shumë që ju se 25 vjetë e keni përkra dhe keni qenë me Partinë Demokratike. Vërtet është kënaqësi, është nder, është privilegj me qenë kryetari komunës sonë. PDK, PDK. E nderura familje Thaçit, e nderura familje e Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit. Goni Koci, falenderoj shumë që sot po të shoh këtu, e përmes teje du që t'i falenderoj gjithë ata që i kanë dhënë shumë edhe Kosovës, po edhe Partisë Demokratike. Me folë për Partinë Demokratike në Drenicë, menoj që mas pakti duhet na me folë për te, sepse folë Partisë Demokratike nivel qendror dhe Partisë Demokratike këtu në Kosovë e kemi bon ndryshimin e madhë bashkë me juve, bashkë me qytetarët e Kosovës. Nuk isha pas qef me ardhë një kryeministër dhe me trajtu Mitrovicën apo Drenicën ma mirë se komuna tjera. Ne dëshirojmë që ta kena një kryeministër të Kosovës, po jo të komunave dhe të regioneve të ndryshme. Prandaj ky është Bedri Hamza, i cili do t'jetë kryeministër i vendit tonë. Asnjëherë nuk isha pas dëshirë që ky me konë kopje e kryeministrave tjerë. Është letë, është shumë letë, nëse shohemi Partinë Demokratike një nënën dhe këtë qeveri nikje në nënën tjetër. Partia Demokratike i numëron rezultatet. Kurse partia vetëvendosje, përqarje, mos punë, mos angazhim dhe vetëm përqarje. Përqarje dhe vetëm përqarje. Prandaj, qytetarët e Drenicës e po besoj edhe qytetarët e Kosovës kanë me vlerësu programin e Partisë Demokratike, kanë me vlerësu shumë komunikimin e Bedri Hamzës. Është një komunikim njerëzor. Ky nuk flet për përqarje, ky nuk shon, nuk fyn, po ky ka ofru program dhe qysht edhe muajin e parë, edhe në dytin, po edhe vitin e parë, çka ka menduar në Kosovë. Nuk isha pas dëshirë, asnjëherë. Me ardhë një kryeministër, i cili nuk e trajton Drenicën, e cila në gjitha etapat e saj ka dhonë gjak, ka dhonë mund, ka sakrifiku gjithçka për këtë vend. Ne e di që
edhe na kanë shoka pak, kanë njerë edhe shumë besa, edhe na kanë fy, me gjithat jemi përpiq me qenë kujdeshëm. Unë ma pak, kurse Partia Demokratike ma shumë. Ne nuk flasëm për të tjerët shumë, po kena kujdes edhe ndaj zagarëve edhe ndaj zagericave. Kryetari di që nuk pëlqen, po vërtet ata që i shojnë e fynë gjakun e derdhën. Ata që shojnë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, unë menoj që njëherë e për gjithmonë duhet me hunë stop. Stop, sepse kjo vërtet nuk ka asnjë kuptim. Unë në Drenicë nuk kam nevojë shumë me folë, sepse folin veprat e Partisë Demokratike, folin veprat tona. Me rast du që të falenderoj edhe kryetarin apo ish kryetarin në komunës zotin Fadil Nura për punën dhe angazhimin e saj. Kryetar, falenderit shumë kryetari i partisë që po na bën muni tepër mirë. Falenderit shumë pejteje për angazhimin dhe punën që je ka e bën me ekipin tënë. Du që të falenderoj kryetarin Memli Krasniqin, i cili vërtet ka qenë një kryetar i cili ka qenë shembull se si duhet edhe me punu, po edhe me lëshu ren, dhe unë menoj që është shembulli më i mirë i mundshëm. Unë edhe një herë qytetar të Drenicës, mërgjimtar, falenderit shumë që jeni me Partinë Demokratike, falenderit shumë që jeni këtu sot me neve. Falenderit shumë. Fitoria e jonë në gëzon gjithë neve, ju gëzon juve, po t'jeni të bindur edhe të bindur, që i gëzon edhe mishton, edhe misht e juaj, presidentin Hashim Thoqi, Kadri Veseli e Jakub Krasniqi. Në vizitën time të fundit të Hog, një ditë para se me fillu fushata, mesazhi tyne ka qenë i qartë, të bashkuar përpara drejt fitores të Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj, kështu mënyrë masive, mënyrë festive, mënyrë solemne, gjithë mobilizuar, me 28 dhjetor, me mëngjes, me dol drejt kutive të votimit, me votu numrin 130, Partinë Demokratike të Kosovës, urime, fitore, suksese, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.